Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Sonte pranë jush do të sjell një histori të tmerrshme. Një rrëfim që ma ka sjellur një zonjë, e cila më ka sjellur dhe fotografi që unë do t'i publikoj, dhuna, tortura dhe tmerri që ka kaluar nga bashkëshorti i saj. E ka besuar për njeriu që e do më së shumti, e ka besuar për njeriu që i fal lumturi, e ka besuar për njeriu që i fal gëzim, por realiteti për këtë grua doli të jetë krejtësisht ndryshe. Në fillim nuk ishte, thotë dhunë. Në fillim ishte buzëqeshje, fjalë të ëmbla, premtime që mua më bën të besoj se më në fund, pas gjitha tyre zhgënjimeve, Zoti ma kishte sjell në jetë njeriun tim të jetës. Më shikonte në sy dhe më thonte që pa ty, realisht nuk jetoj dot. Dhe unë e shkreta, e besoja. E besoja me gjithë shpirt. I besova kur më tha se më donte, i besova kur më tha se do të më mbronte. I besova edhe kur më tha se xhelozia e tij realisht ishte dashuri, nuk ishte xhelozi. Nuk e dija që dashuria e tij do të më linte shenjat në fytyrë dhe plagët në shpirt që ende sot nuk mbyllen në asnjë mënyrë. Në fillim ishte perfekt. Më merrte në telefon çdo mëngjes. Më pyeste nëse unë kisha ngrënë, nëse isha e lodhur. Më bënte të ndjesha e rëndësishme, e zgjedhur. Më largoi nga shoqet, nga familja, pa e kuptuar fare. Do me thënë nga çdo gjë e bukur, filloi që avash ta largonte. Janë xhelos për ne, më thonte. Dhe unë, nga dashuria e madhe, i besoja fjalës që mi thonte ai. Filloi me fjalë. Filloi me një ton shumë të lartë. Një shikim të ftohtë, një akuzë pa arsye që po ma jepte. Pse qeshe ashtu? Kujt po i shkruan? Mos më gënje, se unë e di gjithçka. Këto në fakt ishin fjalët. Fillova që unë të eci me frikë, të mendoj para se të flisja, të fshija lotët, që të mos ta nervozoja atë. Dhe momentet se vinin, bëheshin edhe më të vështira. Hera e parë që mua më shtyu ai, më kërkoi faljen duke qarë. Tha se ishte i lodhur, tha se ishte gabim, tha se nuk do të ndodhte më kur një gjë e tillë. Unë e besova shumë, sepse unë atë e doja tepër. Por hera e dytë nuk ishte një shtyrje, ishte një grusht. Nuk e haroj kur atë moment zhurmën e dhomës e cila u bë e mbytur, teksa mua syt mu e rësuan. Ndjeva gjakun tim në buzë dhe shijen metalike në gojë. Më shikoi për një çast dhe mendova se ai do të ndalej. Por jo, ai nuk ndaloi. Një grusht tjetër, edhe një tjetër. Fytyra mu fry, e syri mu nxi. Dhe më pas gjitha saj dhune, ra heshtja e madhe. Nuk qava unë atë natë, isha krejtësisht bosh. E shtrirë në dysheme, duke menduar vetëm një gjë të vetme.
Si arrita unë këtu? Në mëngjes më solli akull për fytyrën. Më tha të mos të dilnja, më tha të gënjeja nëse dikush mua më pyeste. Dhe unë atë gjë e bëra. Gënjeva. I thash botës se unë rash. I thash familjes se unë isha mirë. I thash vetes se ai do të ndryshonte. Por dhuna realisht nuk ndryshon. Ajo rritet. Çdo herë mua më shikonte si pronën e tij, çdo herë grushtat bëheshin edhe më të fortë. Fytyra ime u bë pasqyra e dhimbjes time. Nuk kisha më pasqyrë në shtëpi, sepse nuk doja që unë ta shihja veten. Arrita në atë pikë që theva edhe pasqyren. Një ditë ndërsa po fshihja një tjetër mavjosje me make-up, pash sytë e mi. Nuk ishin më të njëjtë. Nuk kishte më dritë, por kishte vetëm frikë. Atë ditë kuptova se nëse nuk largohesha, nuk do të mbjetoja në asnjë mënyrë. Isha e thyer në shpirt, por jo e vdekur. Isha e frikësuar, por ende e gjallë. Mora çantën time, pa shumë gjëra, mora vetëm veten dhe kur dola nga ajo dorë dhe nga ajo derë, duart më dridheshin. Por për herë të parë pas shumë kohësh po merja frymë në të vërtetë. Sot ende kam shenja. Jo të gjitha duken, sytë mi shikonin. Por shenjat më të mëdha janë në shpirtin tim. Por kam mësuar diçka. Dashuria nuk të godet, dashuria nuk të frikson. Dashuria nuk të shkatërron fytyrën për të të mbajtur nën kontroll. Nëse dikush e dëgjon këtë rrëfim dhe e di që e dëgjoni, dua t'ju thoni të tjerëve, ti nuk je fajtore dhe meriton realisht të jetosh pa frikë. Ky është rrëfimi që kjo grua e nderuar ka sjellur në kanalin tim për të ndarë me ju. Ju keni parë dhe fotografitë gjatë kohës kur unë kam komentuar këtë ngjarje. Jam kundër këtyre njerëzve të cilët bëjnë vepra të këtilla që realisht janë të neveritshme dhe jo njerëzore. Uroj me zemër që njeriu të reflekton, sepse është mëkati më i madh që mund ta bësh në jetë, të godasësh një qenie që Zoti e ka dhënë në këtë univers, që ai është njeriu.